Korea e Jugut tha të martën se udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong-un, shkarkoi 3 zyrtar të lartë përgjegjës për sigurinë e tij personale, duke sugjeruar se udhëheqësi mund të ketë frikë nga një përpjekje për vrasje. Ministria e Unifikimit të Seulit tha se 3 agjenci shtetërore që merren me sigurinë e Kim Jong-un kishin shefa të rinj. Ndryshimet në komandën e truprojave, e cila merret me masat e sigurisë kundër sulmeve me dron ose sulmeve elektronike, mund të lidhen me vendimin e Kim Jong-unit për të dërguar trupa për të ndihmuar luftën e Rusisë në Ukrainë. Kapja e presidentit venezuelian Nicolas Maduro nga Shtetet e Bashkuara këtë muaj ka rritur gjithashtu frikën në Penjan, thon analistët. Operacioni përfaqëson një skenar makthi për udhëheqjen e Koresë së Veriut, e cila prej kohësh ka pasur frikë nga një sulm me prerje koke dhe akuzon Washingtoni se po përpiqet ta largojë atë nga pushteti. Agjencia e spionazhit të Seulit më herët ka thënë se Kim Jong-un ka rritur nivelet e sigurisë për rreth tij për shkak të rrezikut të mundshëm për atentat. Zyra e Kim Jong-unit ka kërkuar pajisje të afta për të bllokuar komunikime dhe pajisje zbulimit të dronëve, tha agjencia. Kim është parë shpesh gjatë vitit të kaluar i shoqëruar nga vajza e tij, Yuae, në dalje zyrtare, përfshirë një inspektim të kohëve të fundit të një nëndecjeje me energji bërthamore. Aktualisht, thonë se ajo ka të ngjartjet e para në radhë për të drejtuar diktaturën e armatosur me armë bërthamore.